që mirë. Spari, kjo gjoja është e qëllimshme dhe është totalisht me synimin për të cilë një mesazh tek unë edhe për punën që bëj. Po spari ju them që ata që e kanë bërë këtë veprim, absolutisht as që nuk do kërcënojnë dot ose të më friksojnë dot për punën që bëj, sepse për mua gazetaria është një mision që i shërbej interesit publik dhe ajo gjoja do vazhdoj me çdo lloj çmimi dhe një nga çmimet kjo ishte. Me të thonë drejtën, unë kam javë që jam, po them, edhe në kontakt nga robë cilët preken me çështjet që ne bëjmë në punën e përditshme. Unë kam afro 10 vjet që punoj si gazetar. Puna ime kryesisht ka qenë e fokusuar në terrenin e qarkut të Dibrës, me mbulimin e çështjeve që lidhen kryesisht me fushën e programimeve publike, monitorimin e pushtetit vendor, pra punës së bashkive dhe ato të drejtësisë. Konkret, jam njoftuar rreth orës 3:01 mëngjesit që është vënë zjarr te makina nga një komshi gati të tretë, sepse makina është e parkuar 30 metra larg nga pallati ku unë banoj, bashkë me nënën time, dhe jam njoftuar nga komshiu që Sami është vendos zjarr te makina, fatmirësisht pa dome tek makinat tjera që janë gjitë, sepse dhe kjo është e rëndësishme kur janë dëmtuar prona, paktën të qytetarëve të tjerë që nuk kanë atë lidhje me gazetarinë apo me punën time, kështu që unë shpresoj shumë që organet e drejtësisë bëjnë atë punën e vet, pra për hetimin e ngjarjes. Sa kam besim që do zbardhet, nuk besoj. është një ndjenjë që e kam krijuar nga puna e përditshme këtë gjë, por gjithsesi shpresoj që të paktën hetimet të jenë korrekte dhe e rëndësishme është që me këtë veprimi të përcillet, pra nëse ka hetime serioze të përcillet mesazhi që edhe kolegëve të tjerë që të jenë motivuar për me punu drejt dhe që mos të jenë të kërcënueshëm te puna e tyre.